Një temë që nuk do pëlqejtë shumë njerëz, po unë se kam mësuar të them vetëm të vërtetën këtu brenda, edhe në jetën time reale, ndaj edhe do flas një çikë në këtë mënyrë sot. Në videon që postova me burrin dje, që i vëshkëlleja unë që të pinte ujë, që po tallesha me të dhe pastaj ai më lagu mua, unë kuptoj që kisha shpjeguar burrit se çfarë do të thotë kjo gjë, që do me thënë në neve kur ishim në Shqipëri, kur pinin kafshët ujë bënim këtë gjë, edhe ai e dinte dhe edhe po qeshte, e dinte shumë se çfarë do të thotë. Shumë komente erdhën edhe nga femra, edhe më thoshtin, ta kishe shqiptar burrin ti, do haje shpullën surratit, do të vinte koka atje teje. Edhe për këto femra është normale që burri të qelloj dhe të vej koka për teje. Është normale për to. Shqyqyr që e ke burrin të huaj. Më fal, do me thënë jeni me një burr të tillë edhe vazhdoni dhe rrini, edhe e thoni normale. Ose rrisni djem që jini mama e tyre, i rrisni me këtë mentalitet. Ose vajzave, nëse keni një vajzë në shtëpi, i thoni që po të bësh një humor me burrin ose kujdes për burrin, se për ndryshe do të vej koka për teje, edhe duhet ta durosh. Jeni mirë. Seriozisht tani jeni mirë, se është po t'ishte shqiptar, edhe unë babajnë shqiptare kam, edhe vëllajnë shqiptar, edhe kushëri shqiptar, xhaxhallar, dajllar shqiptar, nuk e kam parë unë të vej koka për te grave të tyre, jo. Unë nuk e kuptoj këtë mentalitet që keni disa këtu brenda, po hiqeni, nuk është diçka e pranueshme, e lejueshme, se nuk më vjen edhe fjalët në shqip që të shprehem ashtu siç dua. Që ta mendoni se është normale diçka e tillë, nuk është normale, edhe kuptohet që në një çift do ketë edhe humor, do ketë çdo gjë, po koka për te nuk ka të drejtë as edhe njeri të ta çojë, as të çojë shpullën, as edhe një gjë. Nuk i pëlqen diçka, rrugë të mbarë. Edhe ta kisha shqiptarë, prap nuk do ta pranoja një gjë të tillë. Edhe nëse e merja do ta ndaja më vonë, edhe familja do më priste, se kështu më ka rritur. Që të mundem, dera e tyre është hapur gjithmonë për mua, që të mos rri me një njeri që të më dërgoj kokën për teje. Ndaja, ju lutem shumë, kërceni këto komente, edhe mundohuni të rrisni fëmijët tuaj si vajza, si djemë, me respekt ndaj njëri tjetrit.